Sa siç mësohet në fakt edhe nëpërmjet të burimeve, mund të ketë një tjetër ankimim për masën e sigurisë së arrestit me burg, gjë për të cilën Velia kërkon që ta ushtrojë, po themi, detyrën e kryebashkiakut në funksion të plot. E prisni një gjë të tillë? Po, e presim, dhe normalisht pas vendimit të gjykatës kushtetuese e presim që Velin ta kthejnë në detyrë. Më kupton, sepse normalisht këtu në këtë rast do të respektohen edhe të drejtat e individit, pra një individ i zgjedhur që ka një funksion politik, por kryesisht edhe një funksion detyre, por në këtë moment me rikthimin e tij respektohen edhe të zgjedhurit, pra ata të cilët pra vetë populli, vetë qytetarët e Tiranës, të cilët e kanë votuar për të qenë detyrë dhe për të qenë në krye të gjithë shërbimeve. Nuk besoj se ju shqetëson fakti i përballjes në thonjza e rikthimit pastaj sërish me Këshillin Bashkiak, me punëtorët e bashkisë. Patën Këshilli se Këshilli doli kundër së fillim. Jo, me zotin Velia ne kemi qenë shumë bashkëpunëtor. Jemi dhe duhet të kuptojmë shumë qartë, domethënë që si vendim ishte një vendim politik, nuk ishte si një vendim, se ishte për mua Alfred Morremi personal, s'kisha vërtuar ndonjëherë unë kurrë kuptimin e mirë të fjalës. Po flasim se marrim individualisht, pra.